flet me shumë dashuri për Besin, po mua personalisht më duket për shembull që në momentin që vëllaja apo motra bëhet me fëmijë, ata bëhen mjalti dhe fillojnë duam dhe më shumë. Si është marrëdhënia jote me Nitin e Besën që të shkëlqejnë sy dhe për ta? Patjetër, pa diskutim që po. Kemi patur një favor se fëmijët kanë pak diferencë me njëri tjetrin, të 4 fëmijët tanë. Dhe kjo gjëja ka qenë favor për kohën që ato kalojnë me njëri tjetrin, për momentet që ndajnë së bashku. Ndjesia ime si hall, askush, asnjë hall nuk mund të shprehet me fjalë ndryshe përveç se këtyre që zemra mbushet plot, syt janë plot dashuri dhe plot shkëlqim. Shohim fëmijët kur rriten, shohim ato kur janë mirë, kur janë të lumtur, kur janë të gëzuar. Ndajmë kohën me njëri tjetrin. Unë shikoj tani që po rriten të 4 së bashku dhe kjo gjë ma mbush zemrën plot me dashuri kur shikoj se si e duan njëri tjetrin, se si bëjnë për njëri tjetrin, se si ndajnë lojën me njëri tjetrin, se si ndajnë dëshirat, emocionet. Edhe ajo dita e takimit që sot do ikim të shtëpia e Dajës, se do takojmë me Majkën dhe me Amenin, apo sot fëmijët do vinë të shtëpia ime se do rinë me njëri tjetrin, janë momentet më të bukura. Mendoni vetëm kur kemi qenë fëmijë, edhe kur kemi qenë të vegjël, a ka patur momente më të bukura se sa kur shkonim tek Daja, tek Tezja, tek nëna, tek gjyshi. Unë për shembull korat e mia të fëmijërisë kur mblidheshim tek shtëpia e gjyshes e ijes son në fshat me të gjithë kushërinë tanë, dhe kemi qenë shumë, sepse janë 4 motra dhe 1 vlla. Kemi qenë shumë kushërinë, kanë qenë momentet më të bukura të fëmijërisë dhe lutem me gjithë shpirt që edhe fëmijët tanë t'i kenë të bekuara momentet edhe vitet e tyre të fëmijërisë. Ana, kë telefonon ti të parin në momentin që ke diçka për të ndarë, një moment të vështirë ose një shqetësim që ti mund ta kesh? Kush është telefonata jote e parë? Alo, o ma. Gjithmonë kthehemi te mami, nuk ka rëndësi. O ma, mami është piknisja e çdo dite, e çdo gëzimi, e çdo lumturie, e çdo mërzitie time, në çdo hidherimi. Dua ta ndaj realisht vetëm atë, sepse vetëm aty marr paqen për të cilën ka nevojë zemra ime. Kështu që një bisedë me mamin shëron çdo gjë, një telefonat me mamin e pastaj një përqafim, një puthje, nuk e di pastaj. Ke mendon ndonjëherë faktin që shpeshherë mund ta mendojnë fëmijët që nuk dua t'ia them këtë gjën, këtë moment të vështirë se nuk dua ta ngarkoj, mbase. Shiko, edhe nëse zgjedh të mos ja them diçka ose të mos e ngarkoj për diçka, zgjedh ta takoj dhe të flas, thjesht të flas me të. Pastaj, mënyrën se si do zgjedh për t'i ndarë gjërat edhe për t'ia kursyer hidhërimin, trishtimin edhe të gjitha pa diskutim që e bëjmë, sepse sidomos Rej kur provon vetë ndjesinë e prindërimit, kupton shumë më mirë çfarë ka kaluar mami, prindrit, edhe dëmshuria ndaj tyre bëhet shumë fish më e madhe. Është një ndjesi shumë e çuditshme, ajo që kam ndier që momentin që jam bërë nën vet. Por edhe nëse zgjedh mos e ndaj diçka, edhe pa e ndar, ndjej që shërimin e kam pikrisht tek ajo, tek mami, tek babi, tek familja mbi të gjitha. Po shumë interviste e sinqert sot, po unë do doja vetëm gjëja fundit që unë do doja prej teje, se jemi në limit të kohës tani. Në këtë moment, oferta televizive është një po apo një jo nga ana jote? Një ofertë, një projekt. Për shembull. Kur të propozohet tani. Kemi shumë emocione për të ndara. Flasim, nuk po flasim në kornizën e madhe të një projekti, po flasim, je e gatshme për momentin? Po, mendoj që jam e gatshme me kushtin që të mos heq dorë nga gjëja që jam duke bërë aktualisht. Gjën që po bëj dhe që jam përkushtuar prej 3 vitesh pothuajse me gjithë zemrën dhe me gjithë dashurinë time, nuk do ta lija as edhe një moment, po për të bërë edhe për të ndarë kohën mes dy gjërave që njeriu i do shumë fort, patjetër që po. Dhe ne urojmë shumë për të mirën tonë të audiencës të shohim në ekran. Faleminderit, ishte vërtet shumë kënaqësi kjo bisedë. U kënaqa shumë. Shumë kënaqësi edhe për ne. Shumë kënaqësi edhe për ne. Ishim me Ana Kallakun tashmë këtu në Dita Jon, por ne s'kemi mbaruar akoma. Do të rikthehemi pas pak, kemi disa këshilla për të gjitha anvisat, gjithë zonjat që janë në shtëpi. Qëndroni me ne.